Në një kohë kur arti shpesh lufton për hapësirë, artisti nga Tetova Valmir Aziri ka marrë një hap të guximshëm për të krijuar galeri arti. Art House Valmiri, një galeri e re që jo vetëm prezanton punën e tij, por mbledh në një qati shumë emra të tjerë të artit pamor vendas. Në këtë ambient modest, por të mbushur me shpirt dhe ngjyra, janë të ekspozuara rreth 30 vepra arti që përfaqësojnë stile dhe teknika të ndryshme, nga piktura realiste e deri te ekspresionizmi modern. Aziri këtë galeri e cilëson si një simbolik e cila i ka munguar qytetit të Tetovës dhe se ardashësit do të kenë një adresë fikse e cila u ofron tyre momente ku mund t'i shohin veprat e artistëve të preferuar. Simbolika e hapjes së galerisë së parë private në qytetin e Tetovës është një simbolik që i ka munguar, një kënd që i ka munguar qytetit të Tetovës. Neve kemi galerinë e arteve e cila është institucion zyrtar. Mirë po si zakonisht ne atje kur i mbajmë ekspozitat, punimet tona pra zhvendosen pas një periudhe të caktuar dhe publiku, artëzashit, pra nuk mund të binë në kontakt me këto vepra. Andaj edhe hapja e një galerie ku do të marrin pjesë më shumë artistë me punimet e tyre, do të ndihmonte edhe në komercializimin e veprimtarisë tonë, por edhe në atë që artëzashit më kanë një adresë fikse, e cila u ofron atyre momentet të cilat ato mund të shijojnë veprat e artistëve të tyre të preferuar. Në këtë galeri ka vepra të ekspozuar të mbi 20 artistëve nga Republika e Maqedonisë. Jemi në bisedime me disa artistë nga kolegët tanë nga Shqipëria dhe Kosova, të cilat shpresoj që javëve të ardhshme do të sjellin edhe punimet e tyre. Këtu ka vepra të mediumeve të ndryshme, pra ka mozaike, ka skulptura, ka piktura, ka grafika, ka edhe fotografi dhe do të ketë edhe instalacione të ndryshme dhe shpresojmë që kjo adresë të jetë një adresë e përbashkët e gjithë neve artistëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ka shumë pak ditë që është bërë edhe hapja zyrtare. Si u mirëpritve cilat ishin ato komente që morën nga kolegët dhe artistët? Realisht më erdhën shumë miq, erdhën shumë shok, familjar, studentë të mi dhe u bën një hapje goxha, duke isha thënë, e ngrohtë e kësaj galerie. U mirëprit mirë nga artistët, me vetë faktin që kanë pranuar të jenë pjesë e këtij suksesi të përbashkët. Besoj që do kemi edhe suksese më të mëdha në të ardhmen. Sa sfiduese ishte ky rrugtim, Valmir, duke marrë parasysh që ke pas bashkëpunim me shumë artistë për të sjellë edhe veprat e tyre? Është në sfidë në vete të organizosh një event të tillë, duke isha thënë, por të mos flasim edhe për një lloj institucioni i cili quhet Art House Valmiri, dhe besoj që falë bashkëpunimit, falë zemërgjërësisë së kolegëve tanë, arritëm që të kryejmë, domethënë, këtë kënd tonin, dhe besoj që do jetë në shërbim të gjithë secilit, dhe besoj që me një bashkëpunim të mirë fillt mes kolegëve do arrijmë të kalojmë çdo lloj vështirësie që mund na paraqitet rrugës. Artisti Aziri thotë që ideja për themelimin e kësaj galerie ka qenë që të përfshihen shumë artistë, ku mes tjerash na prezanton edhe veprat e punuara në këtë shtëpi arti. Ideja ka qenë që fillimisht të përfshihen sa më shumë artistë në këtë galeri, dhe normal kur përfshin më shumë artistë, çdo artist identifikohet me stilin e vet të punës. Pra, siç shihni këtu ka një portret të punuar nga profesori i artit Enver Selimi, i cili gjithsesi ka pikturuar këngëtaren e famshme shqiptare Rita Ora, dhe kjo neve na shërben për të treguar klientëve që të gjithë ata të cilët duan të krijojnë një portret të këtij lloji mund të ofrojnë pra një qasje deri tek Enver Selimi si piktor i cili realizon portretet. Sipas mendimit tim është një portretist i një më të mirëve që kemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këtu kemi pikturën e Visar Isenit, është një koleg nga qyteti Shkupit. Nalt dhe poshtë janë pikturat e mia, të cilët janë të disa ekspozitave të cilët i kam mbajtur më herët, pra janë të stileve të ndryshme, janë peizazhe, janë abstrakte. Pra ky është këndi të cilën janë vendosur këto. Po, do I shohim edhe të tjerat? Po, këndej kemi pikturat të
kolegëve është piktura e kolegut Abdiu, i cili është i njohur për pejazhet e tija. Vazhdojmë me pikturat e mia, si zakonisht në këtë anë janë më shumë të vendosura pikturat e mia si artist, pra janë të natyrës së pejazhit. Këtu e kemi pikturën e kolegut Muhamet Adili, e cila është një pikturë goxha e mirë e punuar estetikisht. Dhe me një mesazh të fuqishëm, me shumë dritë. Me shumë dritë, dhe këtu krejt në fund kemi gjithsesi në fillim të hapësirës tonë, kemi vendosur një pikturë të njërit prej profesorëve, doemve të pikturës shqiptare, i cili është Nevzat Bejkica. Dhe është një prej pikturave më të mira që kemi në galerinë tonë për të ekspozuar. Definitivisht. Mendon që do jetë më e lehtë qasja e qytetarëve pastaj nëse planifikojnë të blejnë një pikturë dhe tani më e kanë vendin e duhur? Kjo ka qenë edhe ideja primare, që ne të ofrojmë qytetarëve një adresë të cilët në një moment të caktuar shprehin dëshirë për të blejnë një vepër arti, po marrë parasysh pikturë, grafik, skulpturë, fotografi, që kjo galeri, pra kjo art house të jetë ajo adresë e cila u nevojitet qytetarëve kur ata mendojnë që duhet të kenë në posedim një vepër arti. Përveç që mund të blejnë, keni planifikuar edhe aktivitete në të ardhmen në këtë galeri? Detyrimisht. Nga java e ardhshme do të fillojmë një lloj podcasti me artistë ndryshëm, me njerëz të fushave së artit, të cilët do të vinë këtu, do të bashkëbisedojmë për të gjitha temat të cilët neve na tangojnë si kolektiv, si shoqëri artistësh. Gjithmonë temat që lidhen me artin, a? Me artin dhe jo vetëm me artin. Aha. Jo vetëm me artin, pasi që arti ne s'duam influencohet edhe nga zhvillimet politike, edhe nga politikat kulturore, edhe nga trendet botërore. Pra, të gjitha ato do të diskutojmë në bashkëmëri prej mysafirëve që do t'i kemi si pjesë e atij podcasti që do të realizojmë këtu. Nga kush do udhiqet? Nga unë. Besoj që Paska me pas konkurrencë. Po, besoj që kam arrit të marr nga ju, të mësoj shumë nga ju, duke marrë pjesë në debatet e juaja në emisione që më keni këtu, por besoj që do të ulemi, do të diskutojmë në hollësi të gjitha problematikat të cilat jemi ballafaqjuar ne si komunitet artistik gjatë këtyre viteve. Duhet mirëfilli thonë që shqiptarët deri para 25 viteve, 30 viteve, institucion të vetëm kulturor në Republikën e Maqedonisë së Veriut i ka pas Odën e Burrave. Dhe ne kemi bërë një kapërcim prej atij stadi, pra, në institucionalizim të plotë të kulturës shqiptare. Sot kemi ansamble të këngëve dhe vallëve shqiptare, sot kemi ansamble muzikor, kemi 4-5 teatro të cilët udhëhiqen nga shqiptarët, kemi galeri, kemi pallate kulturës, kemi ndërtuar, kemi ngritur institucione, dhe ç'është më me rëndësi, kemi kapacitete njerëzore të cilët i plotësojnë ato institucione, falë Universitetit të Tetovës, falë Universitetit të Evropës Juglindore dhe falë edhe tashmë Universitetit Materina Tereza. Dhe krejt ky kapacitet që është kriju, pra na jep të drejtën të jemi shpresë dhënës dhe të jemi shpresë mirë gjithsesi për periudhën të cilën pason. Në këtë anë të galerisë kemi pra pikturën e Drenusha Mehmetit, profesoreshës universitare. Poshtë tu kemi 3 valltarët, skulpturë punuar nga artisti dhe profesori universitar Gjezen Rexhepi. Këtu kemi mozaikun e punuar nga Izet Ziqiri, profesori, i cili me një përkushtim të veçantë është qas mozaikut. Dhe siç e shihni, rezultati është Mbres Lënës. Është qyteti i Prizrenit, nëse nuk jam gabuar. Jo, është Xhamia e Pashës. Xhamia e Pashës. Xhamia e Pashës, por
është shumë e ngjashme me përdoret një fotografi e vjetër e qytetit Tetovës kur kanë ekzistuar 4 urat e vjetra të gurit, ndërsa kur ka ndodhur një fatkeqësi natyrore në vitet e 80-ta, kanë prish urat për të sistemi komunist i asaj kohe, ka gjetë një arsye për të eliminuar këto ura, këtë trashëgimi kulturore të Tetovës, dhe i kanë prish për të leju një qarkullim goje normal të lumit të shkumbit. Dhe si çdo herë, profesor Izeti mundohet që të ruan traditën dhe në këtë aspekt, pra, unë mendoj që ja ka arrit qëllimin për të paraqit, pra, xhaminë e Pashës edhe lumin shkumbim bashkë me urën e vjetër. Në altë është piktura e profesor Ilirian Beqirit, ish ministrit të kulturës. Është një ndër peisazhistët më në nom që kemi në qytetin e Tetovës, por jo dhe vetëm. Pra, kjo është piktura e tij. Kjo është piktura e profesoreshës Lulzime Leka Agaj, e cila tash së fundmi kishte ekspozitë në galerinë kombëtare, dhe është një pikturë me shumë vlera artistike dhe estetike. Këtu në këtë pjesë janë 2 pikturat e mia, ndërsa kjo nalt është një grafik digjitale punuar nga ana ime, që ka për qëllim për paraqit, pra, të gjitha ato karakteristikat krahinore të Shqipërisë. Gjithsesi ku jetojnë shqiptarët, pra, kemi të bëjmë duke filluar nga jugu me të themi me pemën e Ullirit, me parkmalet shqiptare, me detin poshtë, me veshjet tona tipike, me armët që i kemi qef si shqiptarët i kemi, dhe kështu me radhë. Këtu është një pikturë e realizuar nga Bige Koqisa, është xhamia e Pashës, dhe kjo është ajo fotografi e cila është paraqit gjithsesi në mozaik. Në mozaik, po. Është një vizatim dore e Vlora Mustafës, nga qyteti i Shkupit. Këtu është një grafik tradicionale e Hajrush Hisenit. Pra, në përgjithësi, këto janë domethënë punimet të cilat i kemi në galeri, duke filluar, pra, skulpturat, grafikat, pikturat edhe grafikat digjitale. Në mesin e këtyre pikturave, flasim për pikturat e juaja, meqense jeni më kompetent për të drejtuar për pikturat tuaja. Ka ndonjë histori të veçantë që mbart me veten ndonjëra nga këto piktura të ekspozuara? Përveç që i kemi parë në ekspozitat tuaja. Janë pikturat të 3 cikleve të fundit, që kanë filluar me Ad Astrën dhe kanë përfunduar me ciklin Ad Terra, dhe Ad Astra fillimisht, pra, drejt yjeve ishte orientuar, ndërsa Ad Terra drejt tokës, dhe nëse në ciklin e parë kam qenë më ekspresiv dhe në ciklin e fundit, pra, kam qenë më për toke, dhe mund të shihni, pra, peizazhet të cilat ndonjëherë paraqesin një vend të caktuar, ndonjëherë paraqesin ndonjë vend imagjinar, i cili është si rezultat i shtresimeve i atyre aspekteve që mbajmë mend nga vizitat të vendeve të ndryshme. Artisti Aziri Mestierash thotë se ky vend do të jetë një mbështetje e fuqishme për artistët që punojnë dhe për studentët që diplomojnë e vazhdojnë të krijojnë vepra arti. Unë mendoj që jo vetëm do të ishte një shtëpi e tyre, por do të jetë një mbështetje e fuqishme për të gjithë artistët. Por sidomos për artistët të cilët diplomojnë dhe të cilët, por edhe për studentët të cilët janë kreativë dhe vazhdojnë të krijojnë vepra arti. Ky është vend i artistëve, është i dedikuar për artistët dhe të gjithë ata të cilët pretendojnë për të bërë vepra arti kanë një vend të sigurt ku mund të ekspozojnë punimet e tyre, dhe është shumë me rëndësi kur ndonjëherë nuk është problematika që ne t'i shesim veprat, por shumë me rëndësi për një artist është kur i blehet një vepër që nuk kupton se dikush ka vlerësuar punën e tij. Artin e tij. Dhe kjo është ajo simbioza, ajo lidhja që duhet krijohet mes publikut dhe artistit. Dhe mendoj që mesazhi im do të ishte që të gjithë ata të cilët kanë një vepër arti, kanë realizuar një vepër arti, të drejtohen në këtë galeri të vogël, por shumë fisnike, dhe të
sjellin veprat e tyre dhe t'i ekspozojmë për publikun dhe të shohim mënyrën se si të arrijmë deri tek klientët e arshëm. Art House Valmiri është më shumë se një galeri, është një ftesë për të parë botën me sytë e artistëve tanë dhe për të kuptuar se arti nuk njeh kufi, por kërkon vetëm një dritare për të hyrë në shpirtin tonë. Nëse jeni në Tetov, mos hezitoni ta vizitoni këtë shtëpi të artit, aty ku çdo pikturë flet një histori me vete.